Mirëmëngjesi të gjithë. Uroj të jeni mirë, uroj t'ja keni kaluar mirë këtë fundjavë, edhe shpresoj të jeni pushuar, edhe të keni pushuar e shumë sa duhet, edhe arsa është nevojshme për të marrë energjitë për gjithë javën që vjen. Mirëmëngjes, thot Martini. Hey, mirëmëngjes njerëz, më pëlqejnë këto mirëmëngjeset e Martinit se janë shumë energjike. Ok, kemi probleme interneti, shpresoj të rikthehet. Jemi në rregull. Ma konfirmoni që jemi në rregull edhe në Instagram, se patëm problem të vogël me internetin dot zakonisht. Atëherë, për sot në fakt kam menduar të nisim javën pak fare më ndryshe, kam menduar të nisim javën me një ritheksim të ngjarjeve që kanë ndodhur në fundjavë, sepse nuk kanë qenë pak në fakt, dhe do doja shumë ta nisim edhe këtë live duke referuar situatës në rajon, në Shqipëri, në rajon dhe botë. Pse bëj këtë gjë? Ndoshta sepse jemi larguar pak, duke marrë parasysh gjithashtu procesin zgjedhor që ne diskutuam herën e kaluar, ngjarjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duket sikur e kemi harruar pak fare situatën e COVID-19 ose mund të them që kemi harruar pothuajse fare gjithë çfarë po ndodh në rajon, në botë edhe në Shqipëri. Dhe për t'ju bërë një panoramik, përballë meje kam qiellin që është i kaltër, pas atij shiu të rrëmbyeshëm. Kot nuk thon fakt që pas një shiu do dalësh mëna i diellit dhe është më i bukur se kur. Shumë faleminderit, çuna jeni shumë mirë. Faleminderit për komplimentet. Unë mendoj se nuk janë ashtë bukura, po më gjithashtu me të sen okej. Mirëmëngjes Armando, kemi dhe Armandon nga ana e Facebooku. Mirëmëngjes mami, shumë faleminderit për dhuratën, se këtë bluzën na kishte bler mami. Edhe gjej rastin ta falenderoj publikisht. Ndërkohë, çfarë do doja të silla ndërmend tek ju? Të silla fakt ndërmend atë çka po ndodh në rajon, besoj ju e keni dëgjuar çfarë u bë në Serbi për procesin e vaksinimit, që nis procesin e vaksinimit. Tjetër do doja shumë të bashkarisht në fakt të shikonim dhe të ndanim një gjë edhe informacione që ndoshta unë si kam lidhur me situatën çka po ndodh në rajon. Kryesisht për shembull unë nuk kam fare informacione çka po ndodh në Bullgari, kështu që nëse dikush për ju ndodhet nga atje, ose keni qenë atje ose keni udhëtuar apo punoni në Bullgari, do ishte mirë që ti stillim në vëmendje atë çka po ndodh atje. Gjithsesi, mirëmëngjes agriturizmi Ylli Dritës, ta thotë mëngjesi, ju uroj një javë shumë të mbarë. Në fakt, do të them vetëm diçka për agriturizmin Hylli i Dritës, kur e pyeta për emrin, pse ishte Hylli i Dritës, më thash që ishte revista e parë shqiptare, edhe ditën e djeshme kam lexuar një artikull, për Hyllin e Dritës, ishte shumë interesante. Dhe më vjen mirë që shumica e agriturizmit shqiptare, por për faktet e atyre që arrin të promovojnë Shqipërinë në një farë mënyre, marrin dhe emrin shqiptar. Pra, janë aq të fokusuar tek pjesa e promovimit të Shqipërisë, që gjejnë mënyra nga më të ndryshme për ta promovuar atë. Dhe duke folur pak te promovimi, se na erdhi shumë smooth kjo kalimi te kjo që unë do të thoja, e kam shnuar në një flet bardhë, e kam shnuar vetëm diçka, se e di shumë mirë që do e harroja, dhe nuk është nga ato gjëra që mund të harrohet. Çaji sherbelës, në fakt unë besoj se ju e keni provuar, e keni konsumuar, madje mund të ketë nga ato që pëlqejnë jashtëzakonisht shumë, për vetitë e tij të mira në fakt shëndetësore për sa i përket organizmit edhe aspektit fizik. Dhe nëse keni pyetur vetëm ku bëhet ky çaj, ku realizohet ky çaj, ku mbyllet ky çaj, ku kultivohet ky çaj, në fakt Urdina ka sjellë tek ju të gjithë këtë rrëfimin dhe të gjithë analizën e thellë që tek procesi mbjelljes, pastaj tek procesi korrjes së sherebelit, i tharjes deri tek konsumimi i këtij çaji. Kështu që ju e gjeni të plot në Rudina Xhunga, pra në kanalin e YouTube të Rudina Xhungës, dhe e gjeni aty me sherebelin Ari Malsis Madhe në Koplik ndodhur. Ky është lokationi dhe mund ta shikoni shumë mirë se si bëjnë ato punëtorët me aq dashuri dhe se si e kultivojnë këtë bim çuditërbër, se është konsideruar dhe shumë e mirë për organizmin. Megjithatë, një gjë që më bëri shumë përshtypje ishte kur Rudina po përpiqej të merrte dhe ta, si thuhet, ta korte atë pjesën e çajit. Ishte shumë interesante shpejtësia e tyre. Jo vetëm shpejtësia në cilën ato realizonin punën e tyre, se fundja me ato merren dhe di shumë mirë se si i di sekretet. Por mua më pëlqeu shumë teknika që ato përdorin. Pra, teksa Rudina po e provonte, edhe unë isha bashkë dhe ndjeva këtë gjë bashkë me Rudinën nëpërmjet ekranit, po e shikoja që duhej një lloj teknike shumë e shpejtë për ta bërë atë gjë. Dhe banorët aty e bënin me shumë dashuri, me shumë pasion, edhe flisnin me një zell të jashtëzakonshëm për atë bim. Ndërkohë na thot Giulio Sherebela përdoret edhe për të çliruar kristalet nga energjitë e akumuluara. Këtë nuk e dija, shumë interesante kjo, do t'ja komunikoj dhe stafit, Giulio të bëjë një research, po një gjë tjetër që ka Sherebela është emri i saj. Nuk e di nëse ju e keni dëgjuar ndonjëherë Sherbela apo Sherebela. Pra është kjo eja e dytë pas rës, që është vendosur gjithmonë pikpyetje nëse quhet ashtu. Shumica e quajnë Sherebela, disa Sherbela. Kështu që edhe për këtë pjesën e emrit është në pikpyetje, megjithatë për ta marrë vesh
çdo gjë që po ndodh në Kobrik për sa i përket gjithë pjesës së sherebeles, se si e kultivojnë, se si e rrisin, se si e konsumojnë në të njëjtën kohë dhe si është e këshillueshme të pihet, ju mund ta gjeni të plot në kanalin e Rudina Xhungës. Unë e kam parë për veten, ka pëlqyer shumë, ka qenë një nga ato video që kam shijuar më shumë. Angelo, mirëmëngjes, Vasili, Ana, po, Ana na erdhi përsëri. Sherebeli them unë. Enrik, mirëmëngjes të gjithë, shumë faleminderit që na bashkangjitet. Tani e di që do ju mërzis pak sot, megjithatë është fillim javë, duhet pak energji pozitive për ta nisur javën. Unë kam një pamje shumë bukur përballë. Nëse ju jeni ndodheni në zyrë për momentin, vetëm hapni pak dritaret dhe shikoni qiellin dhe besoj merrni motivimin e jashtëzakonshëm për këtë ditë dhe për këtë javë. Duhet shumë energji për këtë javë, nuk e di pse unë kam një lloj telepatie të jashtëzakonshme që këtë javë do jetë një nga javët me më shumë informacione dhe kam përshtypjen që informacionet mund vinë edhe nga këto skandalet e vogla që janë zbuluar, por edhe nga këto pikpyetje që po vendosen ditën e sotme për shumë ngjarje që po ndodhin. Dhe një ndër to është situata pandemike. Vazhdon situata pandemike të sjellë polemika të jashtëzakonshme, vazhdon të sjellë nga këto konfuzione të jashtëzakonshme dhe vazhdon të jetë një pikpyetje në vetvete për sa i përket mënyrës së menaxhimit të saj. Të them të drejtën, gjithë këtë situatë që unë jam munduar të largohem pak nga COVID-19, është COVID-19 që na ka ndjekur ne. Dhe këtë e them për shumë arsye. Për shembull, nëse do pyesnim çfarë po ndodh në Serbi. Çfarë po ndodh në Serbi në gjithë situatën e COVID-19, ndodh ndonjëherë që ne ja na shkalojmë këto gjëra, për shembull në Malin e Zi është hequr pjesa e kryerjes të tamponit për të thuar jashtë. Si mendoni, si gjykoni, është një veprim i mirë ky apo i nxituar nga ana e Malit të Zi? Është hequr pra ti mund të shkosh në Mal të Zi pa patur nevojën e tamponit, se para disa kohësh është vendosur realizimi ose bërja një tamponit si kusht dhe kriter për të udhëtuar dhe për të futur në këtë shtet. Ndërkohë tani është hequr, si e gjykoni? Gjykoni pozitivisht apo negativisht këtë veprim? Ndërkohë janë rikthyer gjithashtu fluturimet me Britaninë e Madhe, shumë shtete kanë bërë këtë gjë, pra duket sikur situata edhe në rajonet e Shqipërisë dhe në botë ka patur një lloj ndryshimi dhe një lloj katapultimi për sa i përket masave të reja. Ndërkohë në Serbi në datën 18 janar në fakt ka shënë ky lajmi i 2021-shit, se nuk e kemi kushtuar ndonjëherë, nuk e di pse nuk e kemi kushtuar ndonjëherë rëndësi pjesës së Serbisë apo çdo lloj shteti tjetër që ne mund ta kemi afër apo dhe shumë larg nga shmërësit e tjera. Pra gjithmonë jemi referuar Shqipërisë, Amerikës, pastaj Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nuk kemi shkuar shumë afër, ndërkohë është siç po ju thoja në 18 janar është informacioni më saktë dhe Serbia ka thënë që do ta nisë këtë vaksinim, besoj ka nisur tashmë vaksinimi kundër COVID-19. Dhe një interesant ishte se po lexoja pak më parë është që ka hapur një portal online në cilën qytetarët mund të regjistrohen se cilën vaksinë duan të injektojnë. Si u duket kjo gjë? Mua më duk shumë interesante. Pra dhe njërë, është një portal online në Serbi i cili funksionon kështu, pra të paktën nga informacionet që ne kemi, që funksionon kështu, ti mund të shkosh të aplikosh për vaksinën që ti do të marrësh. Pra në një farë mënyrë ti nuk mund të marrësh dot çfarëdo lloj vaksine që ti dëshiron, por ti që të japit të tjerët, pra ti vendos vetë për çfarë vaksine do të marrësh. Si duket ky element? Duket një element pozitiv për sa i përket faktit që ne jemi të lirë të vendosim çfarë vaksine duam të marrim, se përpos faktit që ne nuk po vendosim ose zhvon pikpyetje nëse duam apo jo ta marrim vaksinën, nëse do ta kemi ne mund të them të drejtën ose privilegjin për të vendosur nëse duam ta bëjmë apo jo vaksinën, në zhvendëm pikpyetje nëse ne do të kemi mundësinë të zgjedhim ndër vaksina. Dhe kjo është një nga ato pyetje më të rëndësishme që ju bëhet. A mendoni ju se duhet të ketë edhe një lloj katalogu të vaksinave që ne mund zgjedhim, pra duhet ta kemi ne këtë liri, ndërkohë na thot Armando që interesante pasi jep mundësi popullit të zgjedh. Edhe mua ashtu më duket, të them të drejtën Armando, më duket gjë shumë e mirë. Ndërkohë Martini na thot, ai virusi një orë jetë që vdes në një herë, sigurisht ai virus aktualisht do ushqonte bota një orë. Çfarë ishte kjo, Martin? Se kuptova. Ka plas viruset edhe tek doktorë mrekullive, po flas për filmin atë Martini, u lodha vetëm virus gjithandej. Ju e dini çka janë shkije, andej nga Kosovë, nuk e di të them të drejtën Ninin, gjithsesi. Nini, ti ndodhesh në Kosovë. O zot, Tuli. Ti ndodhesh në Kosovë. Dhe meqense ti ndodhesh në Kosovë, do doja shumë të ti asir situata aty, meqense je aty dhe mos ta kem të nevojshme të hap portalin për të parë çfarë po ndodh në Kosovë, ndërkohë që ti ma thua direkt çfarë po ndodh aty për sa i përket situatës së COVID-19. Dhe siç po e thoja, Serbia ka hapur këtë portalin ku ti mund ti ke në një farë mënyrë në dorën tënde për të vendosur çfarë vaksine të bësh. Pra ke katalogun e vaksinave, si pura një blerje online, edhe ti vendos çfarë dua Covax, dua AstraZeneca, dua Pfizer dhe BioNTech. Pra ti e vendos çfarë duash, çfarë vaksine mund të duash ti. Ne i ftojmë
nga ana e qeverisë serbe që i ftojmë njerëzit që të shprehin interes të vaksinohen, aplikoni sa më shpejt që të jetë sa më efikase dhe të kthehemi normalitetit. Ky na vinte dhe ky informacion na vjen nga Serbia, nga shteti serb. Ndërkohë, për sa i përket Boris Johnson, unë kam thënë që shpesh herë Boris Johnson është nga ata të cilët ka qenë goxha kontradiktor, ka qenë realist i drejt për drejt në retorikat e tij, në publikimet e tij dhe në fjalimet e tij dhe nuk ka shpëtuar asnjëherë kjo gjë nga vetë personazhi në fjalë. Thot Ana që nëse është vaksinë e sigurt se këtej kishin lënë vaksinat jashtë frigoriferit. Ana ku ndodhesh ndonjëherë ndjes, nga që nuk kemi familiarizuar bashkë dhe harrojnë ndonjëherë kur ke qenë herën e parë dhe nga na ke thënë që je. Hey morning, po si mos jetë vaksina që e bëj, okay. Enrik, lutem, a ribë dhe një herë pyetjen, që unë të mos e kesh kuptoj dhe mos kthej me përgjigje që nuk është referuar pyetjes që ti më ke bërë. Ma bëj dhe një herë pyetjen që të kthej përgjigje të lutem. Ndërkohë, Erlis, mirëmëngjes, si jeni? Dhe si po e thoja, Boris Johnson ka pasur këto deklaratat e veta jo shumë pozitive, jo shumë që kanë qenë në të njëjtën linjë me qetësinë e tij, nuk është se karakterizon me qetësi e madhe Boris Johnson dhe ka thënë që varianti i ri i koronavirusit është më vdekjeprurës. Kjo ka qenë një deklaratë që unë kam marrë dhe e kam rikthyer në vëmendje sepse më pëlqen shumë mënyra se si ai cilëson gjërat dhe ai thotë në fakt që varianti i ri i virusit është përhapur në gjithë Britaninë e Madhe dhe po përhapet nëpër botë. Shumë vende kanë aneluar fluturimet, e kemi thënë dhe stërthën këtë gjë, madje tani po i rikthehen. Dhe deri më tani shkencëtarët kanë thënë që ky variant është më infektues, por jo më vdekjeprurës. Pra deri më sot Boris Johnson ka thënë që ky nuk mund të jetë dhe është vdekjeprurës. Pra një familje ka ulur atë nivelin e vdekshmërisë në përsa i përket perceptimit që ne kishim për këtë versionin e ri të virusit anglez, megjithatë nuk mund të mohojmë faktin që ka qenë goxha nga ato lajme të cilat ka bërë bujë në rrjetet sociale dhe ka zgjuar vëmendjen e gjithëve ne. Por mos thonë që ka qenë në njëjtin nivel zgjimi dhe reagimi siç kemi pas rastin kur morën vesh për COVID-19, sikur u kthye. Na u bë një lloj review e gjithë situata. Ana na thot në Greqi. Okej, Ana, shumë faleminderit që na arrestot edhe një herë. Ana na thot që nëse është vaksina sigurt, sepse këtej i kishin lënë vaksinat jashtë frigoriferit dhe bëhet fjalë për në Greqi. Ndërkohë, Ana, meqense ndodhesh aty, të lutem, a mund më thuash si duket situata në Greqi? Shumë pak informacione kam gjithashtu për Greqinë. Nuk kam ndonjë informacion të sigurt edhe që na vjen drejt për drejt nga Greqia për mënyrë se si po menaxhohet situata e COVID-19. Kur flas për pjesën e menaxhimit, nuk flas detyrimisht për pjesën e vaksinimit, por flas edhe për pjesën e mbylljes së shkollave apo vazhdimësisë në mësimit online dhe çdo gjë që lidhet me këtë. Okej. Dhe nëse vaksinën na thot Enrico e të mos e bëj efektin tani, si bëhet se kjo pjesë e vaksinës që kam dëgjuar është ajo që të merr dhe jetën. Shiko, Enrik, ka shumë, unë e kuptoj në fakt thelbin e asaj çka ti do të thuash, ka shumë probabilitet që efektet anësore ti ketë një person të caktuar, përpara se të bësh vaksinën, unë kam marrë disa informacione të fundit. Para se ti të bësh vaksinën dhe të marrësh vaksinën, ke një formular që duhet ta zbatosh dhe ta plotësosh dhe aty ke një mori efekte anësore në cilën ty të jepen si garant, të jepen të njohura dhe të ditura para se ti ta marrësh vaksinën. Pra mund ketë edhe nga ato rasti ku ti ke shkuar për të marrë vaksinën, ke lexuar formularin dhe e kthyer në shtëpi pa marrë vaksinën. Sepse fakti që formulari përmban jashtëzakonisht gjithë efektet anësorë që ti mund të kesh, më beso që është shumë e nevojshme që ti të kuptosh edhe ti jesh i vetëdijshëm për atë çka ti po merr. Se nuk është se po merr diçka të normale, po merr diçka shumë herë më të rëndësishme dhe bëhet fjalë për shëndetin tënd. Asgjë të re na thot Nini, ne po presim zgjedhjet edhe pse pak janë të liruar nga pandemia, domethënë kufizimet edhe tash do kemi mësim në shkollën e mesme, 2 grupe A dhe B, një ditë një grup, kurse ditën tjetër grupi tjetër. Okej, shumë faleminderit Nini që na solli këtë nga Kosova. Kosova në fakt po pret zgjedhjet e di shumë mirë. Këtë edhe Shqipëria është duke i pritur zgjedhjet, shumë pak kohë ka mbetur nga ai proces i komplikuar dhe nga ai proces që çudi bërës për sa i përket opinionit publik, është ai nga ato procese që ngjallen gjithë opinionin publik, e ngren atë në këmbë dhe i bën që t'japin nga ato opinionet gjithçka ditës. Pra ti gjitha ti bën gjitha dhe ti arrin të japësh mendime për gjitha këto situata që ndodhen në Shqipëri, domos kur bëhet fjala për zgjedhjet. Por ti po më thua që shkolla, domethënë mësimi në shkollë të mesme është i alternuar me grupe A dhe B, ndërsa ditën tjetër bën grupi tjetër. Pra ka një lloj alternimi pothuajse e njëjtë me Shqipërinë. Ndërkohë na thot Giulio ndoshta e ka problemin e tasierës Enrico edhe e kuptoj. Në rregull, na thot Nini që madje
profesorisë së biologjisë i thash si mund ta marrim një vaksinë kur nuk kemi parë efektet anësore. Shiko, Nini ka diçka më shumë faleminderit që na solli ndërmend. Këto siç e shpjegova edhe në rrjetin pak më lart, këto efektet anësore janë të shënuar në formularin që ti plotson. Dhe fakti që nuk kemi parë asnjëherë efekt ansor gjë pozitive nuk është dash negative për të kuptuar që shiko duhet shoh një efekt negativ dhe një efekt ansor të dikush, unë kem guximin për ta bërë këtë gjë. Pra, jo, kjo nuk duhet ekzistojë, sepse është një sot thua dua ta shoh tjetrin të jetë keq, të ketë një efekt ansor, shumë ta kuptoj ka apo jo efekt ansor. Efekt ansor kuptohet në këtë mënyrë. Çdo organizëm vepron edhe reagon në mënyrë të ndryshme, por e rëndësishme është të kuptosh që para se ti të bësh vaksinën dhe të marrësh vaksinën, ke një formular i cili ti cilëson shumë mirë efektet ansore. Dhe nëse ti nuk e parë efekte ansore, është sepse ai 5% që është mundur nga 95%. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Ndërkohë Martini na thotë, kështu thanë edhe pacientët gjendja emocionale hidhe nga katët e doktorit tha kujdesi nuk është i mirë, tani thoni vaksina është studiuar, valla do të bëjë efekte apo do të vdesin nga vaksina, na thot Martini dhe jemi në dilemë. Thanks për sqarimin, asgjë të lutem. Gjithsesi, sipas portaleve thuhet që shteti ka paguar $3.9 milion. Për çfarë? Xhula më thua për pjesën e vaksinës apo të blerjes vaksinës. Ndërkohë Ana na shkruan gjithashtu Xhula nga Greqia që janë çdo gjë të kufizuara, janë hapur shkollat fillore, magazinat, gjimnazet thotë janë të mbyllura, lëvizja me një SMS, pra me atë portalit kanë përshtypje dhe ju me ashtu funksionon me atë mesazhe që ju vjen dhe ju konfirmohen. Të tjerët janë të mbyllura. Nëse do më pyesje Ana në Shqipëri si funksionon, jo, lirshmërinë e lëvizjes e kemi ende, baret gjithashtu janë të hapura, janë të aksesueshme në pjesën e jashtme kryesisht, por edhe pjesën e brendshme me distancime. Sigurisht, nuk e di se sa respektohen. Restorantet janë të hapura, atë po flisja edhe me motrën e Parma dhe po i thoja që kështu funksionon, transporti gjithashtu publike ndërurban ndër qytetet është i hapur, pra ne jemi shumë okay për sa i përket lirshmërinë ndryshe nga Greqia që po na thua ti. A dini, ajo infermierja nuk e di të them të drejtën, Nini, të them të drejtë nuk kam informacion fare dhe nuk e di nëse di fare për këtë rast. Xhuli na thotë që me kalkulim të thjeshtë matematikor i bie diku tek 152.000 doza. E kemi edhe informacionin pak më vonë për sa i përket kësaj që ti po më thua. Xhuli do ta lexojmë më vonë që si ishte kjo pjesa e dozave dhe marrjes së dozave dhe sa ne do të kemi këtu në Shqipëri vaksina. Shikoj, është ndonjë gjë tjetër për këta cilët kanë bërë vaksinë dhe kanë marrë dozën e dytë nëse nuk do të ketë një dozë të dytë. Është ndonjë kjo pikpyetje e madhe që a do të ketë një dozë të dytë, do të kemi ne shumë materialet nevojshme ose shumë logjistikë nevojshme për të bërë dozën e dytë dhe kjo pikpyetje. Okej, s'ka përgjigje na thot Martini. Shiko Martin, nuk mund të them dot që s'ka përgjigje për sa i përket pyetjes që ti bërës. Ti je duke bërë një pyetje që lidhet me dy ekstreme, maksimumi dhe minimumi. Ti thua do ketë efekt apo do të vdesin. Pra dy ekstreme, nuk mund të kthej një përgjigje për sa i përket kësaj gjë, por mund të them thjesht që efektet ansore janë aty dhe do të jenë gjithkohës aty. Megjithatë, nëse një person nuk ka akoma efekt ansor nga kjo situatë, nga bërja e vaksinës, nga marrja e vaksinës, është gjë pozitive, nuk mund ta shohim gjithmonë edhe këtë me dyshim dhe skepticizëm. Pra duhet jemi në një farë mënyrë të qetë për sa i përket këtij aspekti, nëse nuk ka patur efekt ansor. Pra do të themi shqyrqysh nuk ka patur efekt ansor, fal Zotit që nuk kemi dëgjuar raste të tilla dhe kjo na motivon më shumë për të kuptuar se efektiviteti ai 95% që është në nivele të larta dhe jo në nivele të ulta. Mirëmëngjes Xhesi, ju uroj një javë të mbarë, të përshëndes nga Greqia. Shumë faleminderit Ervin dhe ne të përshëndesim shumë. Kemi dhe Anën nga Greqia, e cila po na raporton disa gjëra shumë interesante që po ndodhin atje, megjithatë duket sikur procesi i marrjes së masave Ana është shumë ndryshe nga ky që po ndodh në Shqipëri. Si e gjykoni ju këtë? Se shumë interesante të kuptoni këtë diferencë që po ndodh për sa i përket marrjes së masave apo menaxhimit të situatës së Covid-19. Është ndryshme në rajon, në botë dhe në Shqipëri veçanërisht. Pra ka një lloj mund të them kanë një lloj konfuzioni për sa i përket gjithë kësaj situate, sepse disa masa që kanë marrë në Shqipëri nuk reflektohen në vendet e rajonit. Ndërkohë, Martini thotë, të pyesin njerëzit në intervistë tonë, do vdesim nga vaksina pra nuk besoj. Të pyesësh njerëz në intervistë tonë, do vdesin nga vaksina pra nuk besoj, po e ndron temën nga pyetje. Jo Martin, thjesht nuk jam shumë e qartë me pyetjen që po më bën, që po më drejton, nuk po e kuptoj shumë mirë pyetjen. Pra po më thua që po më çon në dy ekstreme shumë të frikshme. I pari është pozitiv, pra thua që nuk do të ketë efekt ansor, ndërkohë ai i largë që po më jeti mua është ai i humbjes jetës. Që nuk ka lidhje logjike në një mënyrë pyetja, duke referuar këtyre ekstreme. Pra mund thua që mund të ketë efekt ansor ose pasoja fatale,
por jo mund mos ketë efekt anësore. Kështu që doja ma formulova një herë që mund të kthej përgjigje dhe nuk mos i shmangem pyetjes, se nuk i shmangem asnjëherë pyetjes. Më fal, po ky vaksinë është e detyrueshme për ta bërë apo thjesht dua me ditë. Enrik, për sa i përket vaksinës nëse është detyrueshme apo jo. Ne kemi thënë shumë herë gjatë live-eve, ti nuk e qenë, mirë se erdhe. By the way, nuk e kemi thënë shpesh tani në kohë të fundit, por e kemi thënë gjithkohë gjatë live-eve tona që një detyrueshmëria, pra detyrimi nuk lidhet me faktin që ti do ta kesh të detyrueshme gjithkohës këtë gjë. Pra ti do të jesh në një linjë dhe ty do të thonë, shiko, Enrik që ti se zbaton këtë gjë, ky është formulari, ty të bën të detyrueshme etj. Megjithatë, kufizimet të cilat ty do të vinë në një farë mënyrë do të çojnë drejt këtij kanalizimi, të bërjes vaksinës në mënyrë të detyrueshme. Pse do ndodhi kjo? Ti nuk do mundesh dot të udhëtosh, sepse do duhet pasaporta e cila të tregon gjithë faktin që je vaksinuar apo jo, pra të tregon kronologjinë e vaksinimit. Ty do duhet të marrësh një veprim të caktuar për të bërë një mbledhje me më shumë se 10 persona, të duhet bësh disa projekte, fundi i fare të duhet grumbullohesh, organizosh një festë, nuk mund të shkurse si ti bësh këto gjëra nëse vaksina është aty dhe është një lloj detyrimi për ta bërë. Pra në një farë mënyrë kështu do të kthehet, në këto nuanca do të kthehet në të detyrueshme. Jo se do të ketë një protokoll caktuar se është kundrejt çdo liri dhe drejtat e individit për ta bërë këtë gjë. Kështu që më beso, thotë Enrik, Nini thot Enrik se si thon këta zyrtarët nuk është e detyrueshme. Nuk është e detyrueshme dhe kjo e di pse thuhet. Shiko, të kuptoni një gjë dhe të jeni shumë sinqert. Diplomacia luan një rol shumë të rëndësishëm. Mënyra se si ndonjëherë kthejmë përgjigjet dhe mënyra se si mund themi luhet dhe vendoset një pyetje në lojë është shumë e rëndësishme për të kuptuar që e bëjnë të shumë politikanë dhe shumë njerëz me rëndësi dhe me peshë, sidomos kur fjala atyre ka peshë në një nivel shumë të lartë, në një masë shumë të lartë. Po të them në këtë rast Nini dhe Enrik që nëse pyeten shumë politikanë dhe njerëz të rëndësishëm që marrin këto masat që a është e detyrueshme apo jo, më beso që nuk do të japin përgjigjen është e detyrueshme, por do të bëjnë të kuptojnë që do të jetë e detyrueshme. Dhe si do të jetë detyrueshmëria e saj, nuk është se ty do të thon Martin, Enrik dhe Xhulio do të bëni vaksinën është e detyrueshme, sepse nuk ka protokoll që tregon këtë gjë. Pra edhe në rastet e emergjencës së gjendjes së jashtëzakonshme, prapë nuk ka protokoll që detyrojë një person të bëjë një diçka që lidhet me qenien e tij, një veprim personal, një vendim personal që i përket absolutisht trupit të tij. Kështu që për këtë gjë jemi pak po sigurt që nuk do ndodhi, sepse është kundrejt të drejtave universale të njeriut, të drejtave dhe lirisë së njeriut për të vendosur ato që i duket më rëndësishme për veten e tij. Paske pyet çiko jetë thot Xhulio. Ndërkohë thot Ana që këtu i zbaton rregullat, mbajnë radh maskat, janë njerëz të vetëdijshëm. Po për sa i përket xhobave, Ana, çfarë na thua? Si reflektojnë xhobat aty në Greqi? Sa është kuota, sa është niveli i xhobitjes aty, sepse në Shqipëri kemi diku te 30.000 lekë, nëse nuk mban mask, dhe me çfarë fjalë kohë fundit janë vendosur shumë xhoba për sa i përket mosmbajtjes së maskave. Unë marr, thot Martini, unë marr disa që ta kuptojnë. Unë marr disa njerëz në intervistë kalimtar. Dhe pyetja është, a do ta bësh vaksinën? Përgjigjja atyre është nuk e bëj se nuk e besoj. Nuk e bëj vaksina vdekjeprurse, na bëjmë vaksinë vdekje dhe vdesim. Këto janë përgjigjet. Thot Martini të qytetarëve. Dhe Xhulio nuk po them realitetin që njerëzit thonë që nuk e bëj se do vdes. Nëse unë bëj një intervistë njerëzve të ndryshëm, ato thonë jo, nuk besoj, do të na vdesin. Media egzageron pak lajmin. Shiko të them diçka Martin. Unë aktualisht jam duke studiuar dhe duke bërë një projekt lidhur me pyetësor. Me pyetësor të shumë që ti bën me intervista të shumta që ti po thua. Intervista të shumë që mund të bësh qytetarëve. Dhe mund të realizuar diku te 5 intervista deri tani në një harë kohor një mujor për çështje nga më të ndryshme, largimin e të rinjve, për pandemi, për çdo gjë, kanë qenë nga më të ndryshme këto. Dhe nëse ti merr në intervistë persona dhe i thua, a do ta bësh vaksinën, më besoj që përgjigjet do të jenë të tilla, shumica e tyre. Nëse ti merr një person dhe i thua, s'po të bëj fare intervistë, ti është merr një mik tënd dhe fillon të diskuton, po mirë mëse do vi momenti, do thotë ai që do e bësh, se do udhtosh, pra do ketë një lloj qëndrimi tjetër. Dhe kjo ndodh sepse njerëzit kur ti kornizon në aspektin e vaksinës, më besoj që do të ndryshojnë mendimin e tyre, do impostohen, do mendojnë shumë gjëra, do mendojnë që ty të duhet edhe për ta shkruar atë, dhe mund të kenë interesa të tjera për të ndryshuar rezultatin e intervistës tënde. Kështu që intervistat që mund të bësh në rrugë, qoftë rastësore, absolutisht nuk përfaqësojnë atë çka gjithë popullsia mendon. Pra ti mund të intervistosh në Tiranë, por ti s'do mundesh kur të shkosh në Malsi të Madhe për të intervistuar dikë dhe nga ana logjistike. Pra ty të duhet të marrësh kampion të ndryshëm nga qytete të ndryshme, nga persona të ndryshëm dhe nga grup mosha dhe gjeni të ndryshëm për ta kuptuar këtë gjë. Më rëndësishme nga pozicione të ndryshme. Sepse nuk është e njëjtë, nuk është absolutisht fare e njëjtë të intervistosh persona të cilët kanë informacion për COVID-19 dhe persona të tjerë të cilët e kanë dëgjuar COVID-19 si një mit
rreth e qarkun e lagje dhe nuk kanë asnjë informacion për të. Pra dy gjëra krejt ndryshe. Prandaj intervista kur bëhet me kampion, bëhet me jo aq rastësore, pra duhet një lloj përzgjedhjeje, bëhet me analista të shumta dhe interpretimi pastaj ka më shumë vlerë. Që nuk mund t'i marrim dot shablon, ato që na vit shablon, sa kisha pa përdorur këtë fjalë. Nuk mund t'i marrim dot shablon, i marrim intervistat e thjesht i lexojmë. Pra interpretohet, ka një lloj interpretimi logjik që në fakt paguhet, pjesa e interpretimit paguhet më shumë. Ndërkohë na thotë po, këtë të anës të lexova. Në fakt, ndërkohë Nine na thotë, a është e drejtë kjo kufizimi i vaksinës për ta bërë? Unë mendoj Nine se nuk është as pak e drejtë, sepse në fundit është një veprim që i takon një personi caktuar, një individi caktuar dhe si tillë, si një veprim i lirë, ti mund vendosësh ta bësh apo jo, ta marrësh apo jo, ta vendosësh në këtë në trupin tënd, kështu që besoj se kufizimi për sa përket COVID-19 dhe bërjes vaksinës nuk është i arsyeshëm dhe nuk është logjik dhe nuk shkon fare në nivelet e humanizmit, mendoj unë. Kështu që besoj se nuk ka sens. Kam përshtypjen se edhe ti Nini mendon të njëjtën gjë, nuk je shumë i atashuar me këtë gjë. Ndërkohë, kemi komente të tjera, isha akoma lart. Media egzageron pak lajmin, a thot Martini. Ndërkohë, Armando thot, me sa flitet, shumë shpejt do të bëhet e detyrueshme, pasi do të vendosen kufizimet nga shtetet që e lejojnë dhe që nuk do ta lejojnë udhëtimin e atyre që nuk kanë bërë vaksinën. Pra në një farë mënyrë, Armando është duke e konkretizuar më shumë mendimin që unë kisha dhe falenderoj shumë, pra thotë që përveç faktit që ti nuk do të lejosh të thosh, do ketë dhe shtete të tjera përballë teje, atje ku ti po udhton dhe do të shkosh, që nuk do të jenë të atashuara as pak me faktin që ti s'e ke bërë vaksinën. Në një farë mënyrë nuk do të lejojnë të futesh në këtë vend. Ndërkohë, Dani Titani, unë do ta bëj edhe po vdina do vdes për shtetin tim, na thot Dani larg qoftë, po përdor këtë terma popullor, qoftë sa më larg kjo gjë dhe shpresoj mos e mendosh më, mendo pozitivisht, thjesht bëj nëse e mendon të arsyeshme dhe that's okay. Okej, thot Enriku, si është kur e bëra vaksinën? Ti e ke bërë e të mos bëj efekt edhe sjell dhimbje dhe si bëhet. Enrik në fakt kanë thënë që dhimbja vetme është vetëm tek pjesa e injeksionit, pra nuk ka ndonjë dhimbje pas suportueshme, është një dhimbje suportueshme dhe për më tepër është një dhimbje që nuk lidhet fare me aspektet të pasojave që mund të ketë efektet anësore. Pra efektet anësore nuk kanë parë deri më tani, mund të ketë shënvejmë temperaturë e vogël tek tub, po nuk ka patur efekt anësor të jashtëzakonshëm që mund themi që ka patur dhe që kanë qenë ndikuar nga vaksina. Madje dhe ato raste ku ka patur një komplikacion të shumtë janë atribuar dhe organizmin, në mënyrë se si organizmi e ka mund të them e ka suportuar gjithë këtë situatë. Ndërkohë, na thot Xhulio që vaksina është indirekt e detyrueshme, absolutisht kjo është fjala më e saktë. Pra ndërkohë unë dhe Armando po jepnim arsye pse mund të jetë e detyrueshme, Xhulio na e konkretizoi me fjalën. Është indirekt e detyrueshme dhe është në mënyrë të tërthorë të gjithë kjo gjëja. Okej. Fol me kadal. po gjoba është 300 euro nëse do të punosh, të udhëtosh apo të shkosh në spital të duhet vaksina, na thot Ana, pra e keni vendosur ju Ana në Greqi këtë që të udhëtosh, të shkosh në spital të duhet vaksina. Ndërkohë gjoba është 300 euro në Greqi për ata cilët nuk mbajnë maska. Okej, na thon Martini, po nuk e di çfarë është virusi, njerëzit të gjithë e dinë, veç me qenë janë shtoksor fare mos e dinë. Thon nuk besoj te vaksina, kur infermiera dhe kryeministët thon ishte ujë, pse kanë këtë mendim, por nuk besoj, nuk po flas për Zebrin apo Kosovën, po flas për vendin tim, njerëzit kanë frikë. Okej, do të them vetëm këtë gjë. Po, ta sugjeroj dhe unë Marti që të rikthesh, ndoshta shpjegimit shumë dash, që mos të arri përsëris veten edhe për të tjerë se bëhet e vezditshme, por ajo që do të them Martin është vetëm diçka tjetër. Personat zakonisht që kanë më shumë pikpyetje, skepticizëm edhe frikë janë ata të cilët kanë mungesë të tekstuar informacioni. Kjo ka ekzistuar dhe me kohë, këto e ka vërtetuar dhe shkenca, ka vërtetuar edhe koha edhe luftrat shumë. Momentin kur ti nuk ke informacion për armikun që ke përballë, frika është shumë herë më e lartë, pasiguria është shumë herë më e lartë. Në momentin që ti futesh në internet apo në platforma të shumta, merr informacione të caktuara, informohesh në mënyrë të përgjithshme nga çdo cep i mundshëm për atë fenomen që po ndodh, për atë rrezik që ty po të kanoset, më beso që do ndihesh shumë herë më mirë për atë që ti po bën. Pastaj këto teoritë konspirative, këto vaksinat ishin ujë, kishin ujë në përbërjen e tyre, nuk kishin vaksina, etj. Unë mundohem të shmang. Mundohem të shmang ashtu siç kam shmangur edhe faktin që mund të jenë këto rrezet 5G, këto valet 5G apo ku diun këto teoritë e tjera konspirative. Kjo sepse nuk më mjafton të dëgjoj diçka të tillë për ta besuar. Më duhen prova, më duhet kërkime, në fundit ne për këtë ekzistojmë, pra ekzistojmë për diçka konkrete, jo kaq abstrakte, është futur ujë në këto vaksina etj. Pra duhet sa gjëra konkrete dhe ne kjo është më e rëndësishme.
Martin, që ta kuptosh, është e rëndësishme është të marrësh shumë mendime nga shumë persona dhe pastaj të nxjerrësh një konkluzion tënd. Dhe thjesht mos u ndihko ta jap të sugjerim nga ana personale ime, mos u ndihko. Dhe nuk është absolutisht as pak e vërtetë kjo që ti thua që kush nuk ka informacion për COVID-19. Nëse pyet mosha 50 e lartë, do thonë që është virus, është në ajër, është shpërndar, por nuk do të thonë fare që lidhet me RNA, me ADN, me proteinën, lidhet me grupin e gjakut, nuk do të thonë fare këtë gjë, sepse nuk e kanë këtë informacion, nuk e përthithin këtë informacion. Domethënë thon Martini që gjysma e Shqipërisë nuk e di çfarë është virusi sipas teje, nuk e kanë këtë informacion. Nuk jam duke thënë gjysma e Shqipërisë. Jam duke thënë që nuk mund të flasim në terma absolut që të gjithë e kanë informacionin për COVID-19. Ka persona mund bëjnë një pyetje direkte, mund ta bëjmë direkt tani këtë pyetje, është shumë e lehtë. Sa informacion keni ju për mënyrën se si që në momentin kur COVID-19 futet në organizmin tonë, në mënyrën se si ai implikon organizmin tonë. Duhet me terma shkencore, ma jo thjesht vendoset, prek mushkrit, jo. Duhet sa ndikon tek proteina, sa i futur është në gjak, sa përqind të organizmit tonë mund të marrë, sa është përqindja që ti mund të kesh të papërballueshme, sepse edhe marrja e virusit është me përqindje. Tjetër çfarë pyetje mund bëj, është sa kohë zgjat. A mund themi që pas 2 muajsh, 3 muajsh ti nuk e ke më COVID-19, sa rrezik dhe probabilitet ke ti, në sa persona mendojnë që, pra nëse ti pyet 10 persona që kanë kaluar COVID-19, sa prej tyre kanë thënë që i kanë ndier simptomat dhe më tej. Pra në një farë mënyrë, ajo që dua të them unë ty Martin, është që janë shumë pikë pyetje që vetë unë i kam, pavarësisht se kam lexuar shumë për COVID-19, pra vazhdoj ti mos t'i kem, edhe pas një viti kam shumë pikë pyetje për COVID-19. Unë ti dhe kushdo mund t'i ketë këto pikë pyetje. Dhe absolutisht po, ta them unë me bindje, shumica e shqiptarëve, kryesisht në zonat jashtë Tiranës, në zonat periferike nuk e kanë informacionin. Hajtë shkojmë bashkë në Malësit Madhe dhe pa kur far para gjykimit në këtë rast dhe pyesim, ato janë shumë mirë, në fund edhe thjesht janë duke kultivuar diçka që e bëjnë gjithkohës, janë shumë mirë, pa Covid nuk ka atje thonë. Ata janë shumë rehat, janë të mbrojtur, pse duhet me pas ato informacion për proteinën, për këtë, për atë, ndërkohë që nuk i futen në xhep kjo gjë, sepse janë shumë mirë. A duhet ta kenë? Është tjetër, absolutisht duhet ta kenë, se në fundit jemi qytetarë, duhet me marrë vesh çfarë ndodh në botë, në rajon, dhe prandaj ne e bëjmë këtë live. Por kjo nuk do të thotë që ata i detyrohen të kenë informacion. Ndërkohë, e rëndësishme është që kush do marrë informacion rreth kësaj. Dhe një gjë tjetër që po na thot vini dhe që ka super të drejtë, është nuk do të marrin vesh kurrë çdo gjë që ndodhet dhe që lidhet me COVID-19. Martin, thuaj pak sa shqiptarë kanë këtë informacion për çfarë jete po bëjnë. Ora qytetet e Korçës i marrësh në pyetje me mikrofon, përgjigjja është jo, kanë frikë thonë, do vdesim, edhe një mësues në lagjen time këtë thot Martini, me rastin mësues të fizikës se nuk e beson vaksinën. Okej, nëse do pyesësh 2-3, ta thash edhe një, nëse do pyesësh 2-3, do të ndodhi që këtë përgjigje të marrësh. Eja pak më në Tiranë, eja pak ndoshta më në brendësi të gjës, eja pak ndoshta me persona të cilët kanë kontakte të vazhdueshme, eja më afër medias, që kanë informacion akoma më të lartë, dhe besoj që do marrësh një përgjigje tjetër. Varet kë pyet, varet kë target group ke ti si qëllim dhe varet se kë persona ti pyet, kjo është shumë e rëndësishme, nuk ka lidhje fare nëse jam mësues apo jo, ndonjëherë nuk kemi informacione të shumta. Jam dhe unë pjesë e medias në një farë mënyrë dhe nuk kam informacion të jashtëzakonshëm dhe çdo lloj informacion që mund të vi. Ka raste që ju mi nisni gjë çiko çfarë po ndodh, pra ju nuk mund të flasim dot në terma absolute. Ajo çka di unë dhe që është shumë e sigurt është pjesa që ja rritur numri infektimeve. Paktën ditën e djeshme, ka patur 833 raste të reja të infektimit dhe 5 viktima dhe ndërmjet tyre një 26 vjeçar. Këtë di unë. Këtë di sepse ky më jepet, ky është fakt, ky vjen nga instancat caktuar të besueshme, pra nuk mund të jemi dot as skeptik sa mos besojmë as raste të tilla, por mund të themi që 5 qytetarë kanë humbur jetën e COVID-19, 2 qytetarë nga Tirana, 1 qytetar nga Korça, 1 qytetar nga Mati, 1 qytetar nga Kruja dhe të moshave 26 dhe 27 vjeçar. Dhe më lejo të pyes, bravo. Faleminderit shumë Gerti Qose që na bëri një pyetje shumë të bukur. Është super e bukur kjo. Më thuaj Martin, më se ti mendon se shqiptarët kanë informacion të jashtëzakonshëm lidhur me këtë. Sa përqind mbrojnë maskat? Ja, po më pyet Gerti tani, ndërkohë shumë kanë folur për maskat, kemi folur për shumë gjëra dhe në këtë rast nuk e di sa përqind mbrojnë maskat. Nuk mund të them dot, sepse do të pyes pastaj Gerti për maskat sintetike, po flet apo maskat kirurgjikale, sa përqind mbrojnë ato kur ti je në kontakt me një person tjetër, Gerti apo thjesht kur je në ambient me shumë njerëz, janë shumë pyetje që mund bëhen dhe asnjë përgjigje nuk mund merren në terma absolut.
Martini thot mora rast e mësuesit se ai është arsimuar, duhet të ketë plot info. Ai ka info për degën e tij, ka info për raste të jashtëzakonshme që ndodhin në shkollë, ka info dhe ndoshta për lëndë të tjera që ai referohet në shkollë, por nuk ka info dhe nuk mund ta bëj dot kurse si se bie të largohet nga nxënësit e tij, që të përqendrohet tek COVID-19 dhe të marrë 30 kohës përpara mediave dhe të marrë informacione. Nuk e bën dot këtë gjë. Okej. Maskat janë të ndryshme, na thot Giulio. O Martin, profesori i fizikës studion teorinë e relativitetit dhe jo zhelizat pikërisht për këtë arsye. Pra kanë ndoshta drejtime të shumta. Okej, na thot Artur Turi, oj Gjesi, erdha me ju thonë mirëmëngjesi, ndërsa për temën kam shkruar aq shumë sa që do më duhet libra të tërë me i botuar. Okej, a ke shkruar lart? Turi, se nuk e kam parë mesazhin, apo mund ta kesh dërguar edhe në YouTube. Gjithsesi, nëse e ke dërguar, mirë rikthye edhe një herë. Pra ka plot informacione the me bindje, na thot Martini. Okej, Martin. Pastaj këto janë çëste personale, nuk mund të futemi dot në gjendën e personale, mendime dhe mënyrës se ti mendon gjërat për të ndikuar, por absolutisht mund t'japi versionin tjetër që ti ta mendosh më qetësi dhe fund e fare gjithë ndryshojnë bindjet kryesore. Ka maska, na thot Giulio, deri në 96% ato profesionale dhe të tjerat më pak. Po, un kam marrë edhe një informacion Giulio që ka arritur deri në 98% mbrojtje të një mase caktuar, nuk më kujtohet mirë cila ishte, por që ishte shumë interesante ai artikulli, megjithatë e humba, nuk e kam lexuar edhe nuk e kam mbajtur në mend fare. Ndërsa për sa i përket kalon pak fare nivele më të larta, që është ajo e botës, Europës në sakt, Franca tani ka bërë paralajmërimin tjetër, paralajmërin i cili nuk është pak, po ta mendosh mirë. Sot është data 25, apo jo, ma konfirmoni? Sot në fakt është një lajm i fundit ky për Francën, ka treguar që masat domethënë situata në Francë po progresohet dhe për këtë arsye nëse nuk shtrëngohen masat, ajo do progresohet akoma dhe më shumë. Dhe paralajmëron që mund të ketë një mbllokim të tretë kombëtar, do të jetë i nevojshëm për ta luftuar COVID-19 në vendat tonë në Franca, dhe një shtetërrethim i rrept u zbatua javën e kaluar. Dhe thonë shumë autoritete që është zbuluar ky variant i ri i transmetueshmërisë, që është zbuluar në Britaninë e Madhe, dhe duke qenë se 7 deri në 9% të rasteve në disa rajone janë referuar kësaj situate, mendohet që varianti i ri mund të jetë kjo është shumë e bukur Martin për ta marrë si informacion. Varianti i ri mund të jetë ekuivalent me rastin e pandemisë së dytë, pra me rastin e pandemisë të dytë. Kjo është informacion shumë e rëndësishme për ta marrë dhe për ta perceptuar. Pra rasti i versionit anglez të virusit mund të jetë ai një probabilitet i lartë për një tjetër pandemi. Për këtë arsye na thonë në Francë janë parë të nevojshëm që të shtojmë rregulloret, shtrëngojmë masat dhe vendosim disa rregulla të tjera. Dhe kjo është thënë gjatë një interviste televizive në Francë. Ky artikull në plot e keni në dritar.net gjithmonë. Do t'ju jap disa gjëra të tjera, pastaj do kalojmë diçka më të bukur, më pozitive që ta harrojmë të pa COVID-19. Tjetër sa do ju thoja, po, Wuhan, nuk e di që sa e keni parë, në Wuhan po ndodh diçka tjetër. Një vit pas pandemisë, Wuhan ka filluar rrugët të lulëzojnë, të gjallërohen, të kenë më shumë njerëz, dhe duket sikur aty në cilën është besuar ose është ndikuar ose është është akuzuar shpesh që ka lindur dhe është krijuar COVID-19, aty në fakt po glon jeta dhe nuk duket sikur ka ndonjë situatë frike apo paniku për sa i përket COVID-19. Dhe një vit pas bllokimit, ato thonë që Wuhan duket shumë më ndryshe dhe thuhet që ashtu që po festojnë për vjetorin e parë, mund të them, të gjithë kësaj situate, dhe thonë që në fakt të gjitha autoritetet e organizatës botërore të shëndetësisë ndodhen aty për të bërë verifikime të ndryshme dhe për të thënë që po mund të ketë një arsye tjetër për të tetuar për sa i përket shpërtimit të virusit, megjithatë vazhdojnë të besojnë që banorët e Kinës vazhdojnë të besojnë që kjo është krijuar nga ai lakurishinator që është transmetuar dhe ka kaluar në trupin e njeriu. Pra nuk është diçka që ka krijuar vetë Kina dhe thonë që duhet marrë shumë arsye dhe prova për të vendosur që është apo jo e krijuar në Kinë kjo gjë. Dhe këto pikpyetjet kanë qenë të jashtëzakonshme. Gjësi po e bën si ato njerëz që ranë nga ato katet e psikologjia. Nuk e kuptova këtë. Kam thënë unë që ato e kanë patur nga ndikimi psikologjik, absolutisht, veprimet të tilla që janë në vetflijim lidhen absolutisht me situatën e rënduar psikologjike dhe nuk do mend, besoj të ketë shtyr njëri, kjo do ishte pastaj makabër, do arrinim në nivele të larta imaginacioni. Ndërkohë, Pfizer thotë që 40 milion vaksina do të shpërndahen në vendet e varfra. Ju e keni pyetur shpesh dhe më keni pyetur të mua Gjesi po për vendet e varfra çfarë do bëhet? Ka thënë që në Pfizer besojnë që çdo person meriton të shihet dhe të dëgjohet me kujdes, për këtë arsye ne kemi vendosur në një farë mënyrë që rreth
40 milion vaksina do të shpërndahen në vendet e varfra. Pra duket sikur edhe gjithë situata, Xhulia, gjithë situata do të shkojë drejt normalizimit, edhe në një farë mënyrë edhe pjesa e vendeve të varfra do të marrin vaksinën në kohë reale, dhe nuk është se do të jenë të ndikuar nga situata e mos qenë të gatshëm për të dhënë dhe për të paguar për këto vaksina. Pfizer dhe BioNTech do të ofrojnë vaksina për programin COVAX për vendet e varfra, siç ju thash, mendohet që kjo është mendohet që të jetë arsyetuar për vetëm mundësisë se këto vendet e varfra mund të bëhen vatër dhe burimi infeksioni për vendet e tjera. Megjithatë besohet që do të mburojë rreth 20% të popullsisë së një vendi të caktuar dhe mund të them që po, mund të ketë ndikim pozitiv për sa i përket shpërndarjes së tyre në mënyrë të tillë, se 40 milion nuk janë pak. Sa i përket informacioneve nga Kina, nuk i besoj se thuhet made in China. Nuk i beson faktit që mund të ketë ardhur nga ky lakurish, nga këto spekulacione. Giulio, je vazhdon të besosh teorisë që është krijuar atje. Okej, ju them edhe diçka dhe informacion të fundit që ka ndodhur gjatë fundjavës në botë, është shuar në fakt ylli i konsiderohet i CNN ose intervistat të shumta Larry King, dhe kjo ka ndodhur pra për shkak të COVID-19, pra COVID-19 na merr një tjetër figurë shumë të rëndësishme që besoj se shumica për ju është e kam parë, unë në fakt e kam parë kur ishte në ri, tani që ishte më i moshuar nuk e njoha, nuk e identifikova, por kur futa në YouTube për ta parë kërkova Larry King, dolën disa imazhe me syze, atëherë bëra identifikimin e personazhit. Merri shumë keq që prap COVID-19 na mori dikë shumë të rëndësishëm, dhe dikë që ka shërbyer edhe media, sidomos kur bëhet fjalë për media jemi edhe më sensitiv. Shumë faleminderit Dani Titani. Mbani mend pandemia do shtohet, do flasim përsëri pra. Këtu do jemi thot Martini i vazhdon të besojë që pandemia do të shtohet, ndërkohë unë jam shumë optimiste për këtë gjë, nuk besoj të rikthehemi do të rikthehemi më në situatën që ka qenë. Unë fakt shpresoj me gjithë zemrën mos të rikthehemi, sepse fundjat gjithë jemi duke vendosur, duke bërë më të mirën tonë, qoftë duke u kujdesur që mos rikthehemi në atë gjendje. A mund të themi absolutisht që po, por unë sinqerisht besoj që nuk do të rikthehemi më në atë situatë, sepse besoj se gjithë kemi marrë një lloj informacioni. Dhe nëse do kthehemi Martin tek e fundit fare, jemi shumë herë më ndryshe dhe më të përgatitur emocionalisht. Kjo kompania Pfizer nuk po përmbush kontratën me BE, jo më t'japi vaksinim falas për vendet e varfra. Gerti ka patur edhe një tjetër implikim si kjo që ti po thua, që po vaksina kjo kompania Pfizer nuk ka përmbushur disa detyrime në kontratë dhe për më tepër është akuzuar edhe për shumë gjëra të tjera. Megjithatë spekulimet e tilla do të dalin, duke qenë se është vetëm një kompani Gerti që për momentin ka nivelin më të lartë vëmendje, se kur vëmendja është tek ty, nuk të bën ndonjëherë mirë edhe të krijohet ai niveli i mendje masisë dhe mendon që çdo gjë që ti po e bën edhe mendon se ti je vetëm që je duke e bërë. Ne ashtu mundohet tani momentalisht me Pfizerin, edhe ndoshta Pfizeri është rritur mendja. Edhe për këtë arsye nuk po sillet në nivele të dukura si duhet ishte. Martin nuk thamë që do të shtohet apo jo, po diskutonim diçka tjetër, pastaj mos haro pandemia ka kohën e vet për ta luftuar, gripi spanjoll ka zgjatur 2 vite, 3 muaj. Ndërkohë Sara sapo na bashkangjis, mirëmëngjes Sara, pandemia e fundit që kishte kapluar botën, ka qenë ajo e gripit spanjoll, na thot Xhulio, dhe ka zgjatur shumë herë më shumë. Megjithatë unë mendoj se me krijimin e vaksinës në kohë shumë herë reale që ne kemi diskutuar edhe për pjesën e kur dhe sa shpejt është krijuar vaksina, dhe keni qenë dhe ju vetë skeptik për kohën e tyre, por unë ja kam thënë që ai studimi që ne lexuam dhe kemi bërë dhe emision më vete që ka qenë përgatitur çdo gjë, pra ne kishim tashmë informacionet, e dinim si ta luftonim COVID-19 dhe thjesht ishte çështje kohe për t'u rikthyer. Po, ishte thjesht çështje kohe për të vendosur këto gjëra dhe studimet në praktikë. Sipas disa informacione nga Daily Mail na thot Armando thuhet që doktorët kanë gënjur për Covid edhe pse e dinë që ka shpërthyer në Wuhan edhe njerëzit po vdisin. Këto informacione dinin që një fillimet e shpërthimit. Po thuhet që kanë gënjur që nuk e kanë treguar më parë, pra njerëzit po vdisin në Wuhan dhe e kanë treguar me vonesë. Ka dhe spekulacione të tilla Armando që thonë që e kanë treguar me vonesë, nuk i kanë thënë fare emërtim, nuk e kanë thënë fare që ka qenë virus, njerëzit po vdisin, disa persona nuk kanë identifikuar fare që kanë humbur jetë dhe ka shumë spekulacione të tjera. Mirëmëngjes Sara, pa fare. Mirë vonë se sa kur. Vazhdojmë me ato shprehje tipike shqiptare ne këtu në Shqipëri. Ndërkohë me mosa mirëmëngjes, Eda mirëmëngjes, faleminderit që po vini. Meqense erdhën pak zonja, po e shikoja nga foto e profilit, t'ju tregoj disa gjëra që ju ndoshta i keni thënë partnerit tuaj dhe ai ka thënë, "Jo, mo makarona për sonte." Nuk dua makarona se mund të shëndoshë, mos më bëj makarona në darkë edhe këto gjëra që thon ndonjëherë burrat dhe baballarët tanë etj. Dhe bie miti se makaronat nuk janë të shëndetshme, ja çfarë thonë nutricionistët, dietologët thonë që a janë apo jo të shëndetshme makaronat, besoj për gjithë makarondashësit e dinë që kjo është një nga ato
Ky artikull që është në dritar.net është një nga ato armat më të forta që mund të godisni ato që ju thonë mos hani makarona. Dhe thonë që duhet gëzohen vetëm për këtë informacion që studimi i botuar në revistën Frontiers in Nutrition tregojnë që makaronat mund të jenë pjesë e një diete shumë të mirë dhe lajmi është se pavarësisht se nëse ti mund të ketë raste që ti abuzon, konsumon shumë, këto janë raste abuzive dhe nuk janë absolutisht këshillueshme. Megjithatë, nëse ti ha pak dhe ti konsumon në nivele shumë pakta, mund të themi që janë shumë të mira edhe për organizmin e njeriut. Ka ndërkohë 350 lloje të ndryshme makarona, nga spaghetti linguini edhe tepene dhe vazhdojnë me radhë llojet e makaronave. Dhe makaronat bëhen nga një brumë pamaja me miell gruri të ngurtë, të përzier me ujë dhe me vezë. Mund gatuhet edhe i freskët, pra thjesht ashtu siç janë. Edhe kjo vjen nga larmishmëria formave të makaronave dhe jep këtë mundësi. Lloji më i shëndetshëm i tyre. Lloji më i shëndetshëm i makaronave për të konsumuar, thonë zakonisht që janë këto makaronat që kanë dietë të shëndetshme. Pra çdo lloj makarone mjafton të lexoni pjesën që kanë të përshkruar, nga se janë përbërë kaloritë apo këto gjëra të tjera, ndyra, sheqeri çfarë mund të kenë, dhe këto janë udhëzuesi më i mirë për t'i bërë ato. Ndërkohë, informacioni më i mirë që na vjen ne, thotë Xhulia që makaronat kanë fibra dhe janë të këshillueshme, patjetër, kanë 15 gram karbohidrate dhe 80 kalori për racion të makaronave. Unë personalisht i përdor shumë, nuk është se konsumoj në mas, por i përdor dhe tani që lexova këtë artikullin, besoj se jam akoma më atashuar me makaronat. Mos ju ndani makaronave, mos mendoni se bëjnë keq, bëjnë mirë, por gjithmonë në një masë të konsiderueshme. Çdo gjë e tepërt të vret. Çështja e lindjes së Covid-it dhe vaksinës pastaj janë pjesë tjetër e temës. Ndërkohë është regjistruar me kamera të fshehtë, ishte video në Daily Mail. E kam parë dhe unë, më duket. E kam parë dhe unë këtë Armando që po më thua ti, thjesht e kalova dhe i bëra scroll, po ka thënë dhe shumë hipoteza të tjera lidhur me viktimat që nuk janë shënuar, sidomos në Itali. Thuhet që shumë viktima nuk e kanë identifikuar fare dhe thuhet që gjithashtu as nuk po jap nga këto teoritë e mia, po kaloj me ura të tjera konspirative që as nuk i kanë varrosur në mënyrë dinjitoze. Pra ka shumë spekulime të tjera për Covid-19. Siç na tham, duket pak fare larg Xhulio thashë e gjithë apo tham Armando, nuk e di mirë, ndjes nëse po e ngatroj, tha që kur kjo nuk do të merret vesh, Armando duket, thashë kjo gjë nuk do të merret vesh kur, edhe kur përfundoi Covid-19. Kjo është pak po e sigurt. Nuk më pëlqejnë makaronat, nuk i kam bërë çështje vogël, thon Martin, e po haj Martin, makaronat të bëjnë mirë, edhe ndoshta të japin më shumë energji pozitive. Pini raki edhe i thoni virusit ikna, thot Gerti, vaksina made in Albania. Po kjo është vaksina më e mirë e mundshme. Vetëm Gjesi nuk bëhet më shumë vic, se dhe unë po të rria 7 orë këtu, Xhulio, edhe unë të vrisja pak nga pak, se të bezdis gjithë situata e çdo që e tepër të vret. Përshëndetje të gjithë, si ju e kaluat në fundjavë shumë mirë, Alexis kalova shumë mirë, unë isha nga prindit, kam një masë shumë të vogël, jo dhe ajë, se shëndoshur këtë kohë, se ha dhe makarona, edhe kur të bësh afon, kur do të luaj me ty, edhe të gritë, kështu që këto janë pasojat të dashurisë të tepërt. Prandaj ju them mos bëni asgjë të tepërt, se çdo gjë e tepërt vret. Dhe ndërkohë, përveç se duron energji pozitive, kështu shndrojnë gjithmonë pozitiv. Ju ja kanë thënë që në fillim do ja them deri në fund. Deri në shoku na ka thënë Martini. Fjala për sot është loja në fund, mos u largoni akoma. Është loja për në fund, është loja 3-1. 3 ndihma për një fjalë të vetme. Fjala që kemi sot është shumë e bukur, besoj do ta gjeni shpejt këtë të parën apo dytën prit. Okej, po them të parën se dyta është pak fare më vështirë. E para lidhet me një objekt të caktuar dhe 3 janë ndihmat. E para ndihmë është që ka shumë variante, ka shumë llojshmëri, përfaqëson diçka antike në vetvete dhe është diçka e konservuar ndër vite. Okej, unë jam duke pyetur alternativat tuaja. Janë 3 ndihma, 3 fjalë, 3 ndihma për një fjalë dhe ne sot po luajmë tek fusha objekteve. Objekte, po në fakt kjo fjala është shumë përgjithshme, i përmbledh gjithë objektet që lidhen me shumëllojshmërinë, me variantet, janë diçka antike dhe bëhet ndër vite. Thot Martini, edhe unë shumë mirë patëm një fejesë këtë fundjavë, shumë mirë, me trashëgime. Jetë të lumtur, si thuhet në këtë raste. Ta vdeu, na thot Xhulio. Jo, Xhulio është diçka shumë më e bukur, zakonisht e bën njerëzit që janë të fiksuar pas gjërave antike, që i ruajnë ndër vite edhe ka variante nga më të ndryshme. Kështu ju ftoj statuj, na thot Armando. Jo, Armando është një fjalë shumë më e përgjithshme. Pra, kjo fjalë e përgjithshme ka shumë objekte në vetvete. Ka shumë objekte në vetvete. Okej, besoj se do ta gjeni. Është fjalë shumë e thjeshtë, sidomos kur ju thash që ka shumë objekte në vetvete, ruhet ndër vite, ka shumë variante, është diçka antike, por vetëm jo domosdoshmërisht është antike, mund të jenë edhe gjëra nga më të ndryshme. Artefakt, çfarë është artefakti? Sara, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Mozaik na thot Armando, jo, Armando nuk është mozaik. Artefakt çfarë është? Sara, se kisha këtë informacion për këtë fjalë. Ne do ta kërkoj direkt tani.
Artifact. Okay. Collections. Çfarë arkitekturë jo nuk e besoj, muze na thot Armando, Senduk. Jo, nuk është. Ndërkohë na thot Bledi që imagine the weight you are losing if going to the person Imagjino pak, na thot Bledi, na kishim mëkuar Bledi. Imagjino pesha që ti humbet nëse shkon me domethënë nëse ti rri me personin që urren. Ndoshta kam thënë gabim shqip, na thot Sara. Sara ti ke thënë artifact, it's a digital collectible card game. Jo, nuk më del kjo. Domethënë nuk është. Kam përshtypjen që je shumë afër Sara. Je shumë afër kësaj fjale. Domethënë je më afër nga të gjithë. Për sa i përket kësaj, nëse është kjo fjale shumë po mendoj tani. Dhe madje mund të kesh qenë ti ajo që e ke thënë e para. Ndërkohë Bledi nuk është Suduk, artefact në anglisht, jo nuk më del. Domethënë nuk e kam fare fjalën artefact. Ndërkohë për çfarë bëhet fjalë Sara? Ma thuaj që edhe unë ta kuptoj? Për çfarë bëhet fjalë? Jo, nuk është. Kjo thotë që është një orendi, një objekt që është i ruajtur, i bërë nga njeriu dhe i ruajtur ndër vite, apo jo? Jo, nuk është kjo. Nuk është kjo. Është më e përgjithshme në fakt Sara. Kjo përmban gjithë këto objektet e vogla dhe këto mini objekte. Koleksion, na thot Armando. Armando tani u rrit besueshmëria, më besoj që në ti di fjalën. Arte marciale, na thot ndriçimi, jo, ndriçimi nuk është ajo e gjeti Armando, është koleksion. Është fjala koleksion. Armando nuk e di, duhet kesh në nivel të lartë telepatik, po dyshoj tani, por që e gjete. Vazhdon të jesh në kryesi për sa përket rezultatit. Ndërkohë, okay, kalojmë te fjala tjetër, ndriçim që gjesh këtë fjalën tjetër dhe Martin që ashtu. Megjithatë Sara kam përshtypjen që kishte idenë për koleksionin, apo jo. Ndërkohë, po ju them edhe këtë fjalë tjetër. Fjala tjetër është mund të them që është një fenomen, është diçka jo konkrete, nuk është objekt, është diçka abstrakte, pra është Sara na thot koleksion, besoj se ke patur fjalën për koleksion Sara më lart. Ti ke problemin e gjeta unë e para. Okej, Sara e ka patur. E ka patur Armando Sara fjalën se na e thot në anglisht, sa i vjen më mirë në atë gjuhë, po e ka patur fjalën për koleksionin. Okej. Ndje Sara që s'munda ta bëja për kthimin në kohë reale. Por ndodh një gjë Sara, në këtë lojë duhet patjetër fjala e saktë, që edhe ne mos ta mbasim. Megjithatë ata që i përafrojnë me sinonime, mund të jenë okay, mund të jetë fitues. Ndërkohë Martin e thotë unë e dia po se tash. Martin gjej këtë, nuk është konkrete, nuk është objekt, është diçka abstrakte dhe lidhet me tre fjalë. Munges, boshllëk edhe verbërim. Po kjo verbëria, nuk është e lidhur me diçka konkrete fizike. Pra, me gjithë respekt për gjithë personat të cilët mund të preken nga kjo që thash, pra nuk lidhet me diçka të konkrete, pra që lidhet me pjesën fizike. Pak po kaluar komento. E ke dashur ta shkruar, por nuk e ke komentuar për na thua Sara. Okej, gjej këtë çën tjetër. Duke Xhulo na thot dashuria, jo. Jo, dashuria malli na thot Bledi. Urrejtja na thot Xhulo, sot për sa ju thash është diçka jo konkrete direkt. Puthje na thot Martini, jo. Po s'pas keni shënd. Lidhet me mungesën, me boshllëkun dhe verbëri, pra verbëri nga këto tipet figurative. Pra, ndodh, e di çfarë është interesante, t'ju them diçka. Zakonisht këto fjalët që unë zgjedh, pa patur fare zgjedhjen paraprake të temës, të rezultojnë që janë përdorur. Dhe kjo është përdorur. Është në formë të ndryshme, por është përdorur kjo fjalë sot. Bledi na thot nostalgjia. Jo, Bledi, lidhet diçka më konkrete. Largoni pak, të lutem, largoni pak nga pjesa e dashurisë. Nuk lidhet me dashurinë. Dhe unë e dia, po doja që ta gjej vetë. Okej. Ëndër na thot Armando, jo. Melankolia, jo. Kjo lidhet më shumë me jo një mungesë shpirtërore, një mungesë personale, jo ndër që nuk është dashuria, lidhet me një tjetër lloj mungese, që lidhet më shumë edhe me formimin ton. Pra, mungesë formimi ose mungesë që lidhet me mungesë i formimit më saktë, nuk është mungesë që lidhet me pjesën e dashurisë, që nuk është dashuria, nuk është fjala dashuri. Lidhet pra ka të bëjë me mungesën, me boshllëkun dhe me verbërinë. Ti je i verbër në një farë mënyrë sepse nuk ishe gjërat ashtu siç duhet, sepse ti nuk e ke këtë gjë. Pra nuk e ke këtë gjë. S'mund ta them dot se ndryshe pastaj shkollimi na thot Xhule, super Xhule, je shumë afër, por lidhet me këtë
analfabetizmi super Bledi, është shumë afër. Bledi është akoma më afër, është super herë më afër, kështu më shpejti tani e gjen, më shpejti që mund ta shkruaj. Je shumë afër Bledi, arsimimi. Në fakt Giulio, arsimimi dhe shkollimi është fiks, por është e kundërta e tyre. Është e kundërta arsimimit dhe shkollimit. Pra janë mungesë. Prandaj thashë në fillim është mungesë, boshllëk edhe verbëri. Mendime na thot Vini, boshllëk na thot Gerti, jo Gerti. Analfabetizëm na thot edhe njëra Armandon. Pra kush është kujdesshëm, besoj ka kuptuar tashmë për cilën fjalë bëhet fjalë. Pra lidhet me pjesën e kundërt e arsimimit dhe shkollimit. Lidhet me atë pjesën që nuk e ke. Mos arsimimi. Pra, çfarë ndodh kur ti nuk je mos jo arsimuar? Bledi, hajt se ti je më afër kësaj gjës. Pra çfarë ke ti? Çfarë nuk ke më saktë? Çfarë të mungon ty? Mos arsimimi, ato Giulio thot. Jo fiks me arsimimi, lidhet me pjesën që ti ke të përbrendësuar. Jo vetëm që për shembull je jo i arsimuar, por që je edhe çfarë të mungon? Çfarë të mungon? Kanë shkruar shumë kulturën ato ndriçimi. Ignorant na thot Giulio, po tjetër çfarë do thotë që nuk ke informacion, çfarë do thotë? E thash të gjë. Intelekti na thot Bledi, ua se dia që do ishte kaq e vështirë kjo fjala. Pa dituria na thot Sara dhe Sara është kampione ditës së sotme. Është pa dituria. Super Sara, shumë mirë. Është fiks pa dituria. Ishte shumë afër. Bledi dhe Giulio ishte super afër, dhe mos kur ju thash nuk ke informacion, është pa dituria. Ja ku janë fjalët, se mos thoni pastaj që e kam ndryshuar. Sot kishim koleksion dhe padituria dhe fiks fare sot po Gerti na thot padituria, domosdoshmërisht Gerti e di shumë ngacmove nga pjesa e informacionit. Fjalën paditurim ne e tham sot, e tham në një farë mënyrë pa jo mungesa e informacionit, pra ti nuk je i vetëdijshëm dhe nuk ke informacion të nevojshëm, diskutuan dhe me Martinin dhe kjo vjen ndonjëherë dhe sjell shumë implikime të tjera siç mund të jetë skepticizmi, frika, pasiguria etj. Okej, 11:01 minutë. Unë i falenderoj shumë që ishte me mua në këtë ditë, në këtë ditë inicimit të një jave të lodhshme plot me informacione, megjithatë shpresoj të jetë një javë pozitive, qëndroni pranë informacioneve që janë super pozitive dhe që informacionet që ju vlejnë dhe merrni sa më shumë informacione sepse ju duan dhe shpresoj keni kaluar mirë në emisionin sot me Xhesin në dritare.net dhe shpresoj të qëndroni edhe në portal, edhe në web dhe mbi të gjitha edhe në Instagram, sa kemi shumë të nevojshme edhe që të shikoni çfarë bëjmë gjatë gjithë kohës në Instagram, që edhe kur diskutojmë një gjë këtu mos t'i duket kaq jo informuar dhe jo editor. Edhe nuk tash shumë Martin. Faleminderit shumë që ishit me mua. Do të shihemi nesër në orën 10:00. Çdo ditë në fakt do të shihemi në orën 10:00 në emisionin sot me Xhesin edhe për diskutuar tema nga më të ndryshme. Faleminderit gjithëve, sidomos nga Greqia, Ana dhe gjithë tjerëve që ishit nga vende nga më të ndryshme, Nini që ashtu nga Kosova që na dërguat informacione nga rajoni dhe nga bota. Dhe shumë e lumtur që e patëm këtë live. Ju përshafoj shumë, ashtu siç thotë Giulio, përshafime të gjithëve dhe qofshin sa më mirë.